Një i nënës dhe tjetri i njerëkës, kështu mund ta përshkruash pamjen që të ofrojnë sot fasadat e pallateve në zonën pranë Bashkisë së Vlorës, aty ku disa prej fasadave të pallateve janë rikonstruktuar në total kohë më parë, ndërsa shumë të tjera janë në gjendjen më të degraduar të mundshme prej disa vitesh. Siç njihet ndryshe, zona tek Gjashkatëshi prej pak vitesh ka këtë realitet, ku disa godina banimi shumë katëshe janë rehabilituar edhe në brendësi, ndërsa të tjera rrezikojnë të shemben nga degradimi. Siç mësohet, kjo situatë është shkaktuar nga problemet e pronësisë që kanë shumë prej godinave, që nuk kanë lejuar ndërhyrjet e këto të fundit. Në zonën pranë Bashkisë së Vlorës mund të takosh sot dy pamje në të njëjtin territor, për sa i përket fasadave të godinave të banimit disa katëshe. Disa prej godinave të banimit janë rehabilituar vitet e fundit, ndërsa disa të tjera vijojnë që të jenë në gjendjen e degraduar. Krahas rreziku të përtushëm për këto godina sigurisht të ofrojnë një pamje as pak dinjitoze për një zonë e cila është tepër e frekuentuar. Në këtë zonë, por edhe në lagjen e vjetër Muradije, si edhe në zonën tek Sahati, pak vite më parë u realizua një projekt për rehabilitimin e fasadave të pallateve. Por që projekti të aplikojë, duhet të hidhnin firmën të gjithë pronarët. Ky projekt nuk u zbatua vetëm tek ato godina banimi shumë katëshe që kishin probleme të pronësisë. Kjo gjë më pas bëri që disa prej fasadave të pallateve të rehabilitoheshin, ndërsa shumë të tjera të mbeteshin në të njëjtën gjendje. Në këtë zonë sheh sot pallate në kushte të mira infrastrukturore dhe godina të tjera banimi të degraduara, pa dyer dhe dritare, me mure të rrëzuar që rrezikojnë shembjen. Krahas saj të ofrojnë një pamje as pak dinjitoze për një zonë e cila është tepër e frekuentuar në qytet.